Karta garanton se asnjë shtet nuk detyrohet të marrë pjesë në misione pa pëlqimin e tij dhe se sovraniteti kombëtar mbetet i paprekur. Konkretisht, Kreu 1 parashikon krijimin e Bordit të Paqes si një organizatë ndërkombëtare me misionin për të ushtruar funksione të ndërtimit të paqes, stabilitetit dhe rindërtimit në territoret prekura nga konflikti në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, dispozitat e kartës së tij themeluese. Kreu 2 parashikon anëtarësimin Bord nga shtetet anëtare në bazë të ftesës nga kryetari dhe njoftimit formal të pëlqimit për të qenë të lidhur te kjo kartë sipas parashikimeve të nenit 11 të kartës. Shtetet mund të përfaqësohen në Bord nga kreu i shtetit ose kreu i qeverisë. Karta garanton ruajtjen e sovranitetit të shteteve anëtare, duke parashikuar se asnjë dispozitë e saj nuk i jep Bordit jurisdiksion brenda territorit të një shteti anëtar dhe as nuk detyron një shtet anëtar të marrë pjesë në një mision specifik ndërtimi paqe pa pëlqimin e shprehur të shtetit dhe sigurisht kundër interesave të tij kombëtare. Çdo shtet anëtar ka një mandat 3 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të kartës, subjekt i rinovimit nga kryetari i Bordit të Paqes. Ky afat 3 vjeçar nuk zbatohet për shtetet anëtare, të cilat kontribuojnë më shumë se $1 miliard amerikan në fonde monetare brenda vitit të parë nga hyrja në fuqi e kartës, pra dua ta them këtu edhe për disa spekulime publike që nuk ka asnjë detyrim për vendet anëtare apo vendet themeluese. Anëtarësimi përfundon në rastin më të hershëm me përfundimin e një mandati 3 vjeçar sipas nenit 2.2c dhe rinovimit nga kryetari, tërheqjen sipas nenit 2.4 dhe me vendim të kryetarit ose shpërbërjen e Bordit të Paqes në përputhje me Kreun 10. Megjithatë, një shtet i tillë mund të ftohet përsëri të bëhet shtet antar pa dashur të hyjë në detaje të tjera. Kreu 3 dhe 4, siç parashikohet në kartë, parashikon strukturën e qeverisjes së Bordit që drejtohet nga kryetari dhe ushtron funksione vendimarrëse përmes Bordit të Shteteve Anëtare dhe Bordit Ekzekutiv. Vendimet merren me shumicë votash, por kërkojnë konfirmimin e kryetarit, i cili gëzon të drejtën e vetos dhe autoritetin përfundimtar interpretues. Kreu 5 parashikon dispozita financiare, sipas cilave Bordi do të financohet përmes kontributeve vjetore vullnetare të vendeve anëtare. Do të krijohet po ashtu llogari në përmbushjen e këtij misioni. Kreu 5 parashikon se Bordi dhe strukturat e tij gëzojnë personalitet ligjor ndërkombëtar, duke pajisur atë me kapacitet nevojshëm për të përmbushur misionet e tij. Bordi i Paqes dhe personeli i tij gëzojnë privilegje dhe imunitetet nevojshme për ushtrimin e funksioneve të tyre, të cilat do të përcaktohen përmes marrëveshje me shtetet pritëse ose përmes masave të tjera në përputhje me legjislatorët e tyre të brendshëm. Krerët 7 deri në kreun 15 parashikojnë dispozitat përfundimtare të kartës, konkretisht në lidhje me zgjidhjen e mosmarrëveshje në mënyrë paqësore, ndryshimin e kartës, tagrin e kryetarit për të miratuar rezoluta apo direktiva në emër të Bordit, kozgjatën për një periudhë të caktuar, përfundimin, mënyrën e hyrjes në fuqi të kartës dhe zbatimin e përkohshëm në përputhje me legjislacionin e brendshëm të shteteve. Depozitarin, roli i cilit do të kryhet sigurisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezervat të cilat nuk lejohen të bëhen nga shtetet anëtare dhe gjuha zyrtare do të jetë anglishtja. Selina e Bordit dhe strukturat e tij, që do të përcaktohet në marrëveshje me shtetin pritës sipas nevojës, vulën që do të miratohet nga kryetari i Bordit. Nga ana financiare, në këtë fazë projektligji nuk sjell kosto shtesë për buxhetin e shtetit. Kontributet e ardhshme do të jenë vullnetare dhe do të planifikohen në mënyrë transparente në buxhetin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, sipas standardeve buxhetore afatmesme. Akti është hartuar nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme në bazë të informacionit sjell nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Washington dhe depozitimi zyrtar i kësaj karte. Marrëveshja është iniciativë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbështetur nga rezoluta 2303 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe dua të theksoj këtu se nuk bie ndesh me multilateralizmin, nuk bie ndesh me misionin e Kombeve të Bashkuara, mision cilin Shqipëria e beson plotësisht. Në përputhje me nenin 10.2 gërma ç të ligjit për marrëveshjen ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, projekt ligji po ashtu ka marrë opinionet e Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Financave, Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ministrisë së Brendshme, të cilat janë dhe institucionet përkatëses bashku me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e kësaj marrëveshje. Të nderuar deputet, pa dashur të përsëris ato që u thanë në hyrje dhe pa kamera këtu, ky projekt ligj përfaqëson një hap të rëndësishëm për
konsolidimin e rolit ndërkombëtar Shqipërisë, përforcimin e aleancave tona strategjike dhe një kontribut konkret për ndërtimin e një rendi ndërkombëtar të bazuar në paqen, stabilitet dhe në rregulla. Ju ftoj të nderuar deputet ta votoni pa asnjë mëdyshje. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit ministre, edhe ndjes për kushtet, po besoj që jemi në gjendje që ta vazhdojmë normalisht të mbledhje. Do t'i jap një herë fjalën redaktorit që është zotit Balla dhe i kërkoj që na ndihmoni të për aspektin logjistik të Vetëm afroni aty në mes tuaj. Jo, po I thoja të gjegla. Dhe ushtrishëm, vëm për sot. zotit Balla. Se mos kemi punë tjetër. Jemi tani. Atëherë, sikur se u tha nga Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, edhe diskutimet që pararendën në prezantimin e nevojës për të shqyrtuar me procedurë për shpejtuar ky projekt ligj, nuk është hera e parë që Kuvendi shqyrton me procedurë për shpejtuar akte të tilla të rëndësishme. Kujtoj këtu për nevojë edhe të historisë parlamentare. Para pak vitesh shqyrtuam me procedurë po kaq të ngjashme, një moment të rëndësishëm siç ishte pëlqimi nga ana e Kuvendit të Shqipërisë për antarësimin e dy vendeve në NATO, Suedisë dhe Finlandës. Edhe në atë rast, Kuvendi i Shqipërisë ishte një ndër parlamentet e para, jo I pari në rastin e fjalë, për ta shqyrtuar atë moment historik të pranimit. Kujtoj këtu edhe një moment tjetër historik për historinë tonë, ka qenë shkurti I vitit 2008, kur Kuvendi I Shqipërisë në një procedurë si asnjëherë tjetër ratifikonte dhe vendimin historik të njohjes së Republikës së Kosovës. Prandaj të thëna të gjitha këto, sa I përket diskutimeve që dëgjuam për fat keq në foltoren e Kuvendit lidhur me gjoja shkelje kushtetuese në këtë proces, t'jeni qartë kolegë deputet që jo vetëm që kushtetuta nuk është shkelur, por është në frymën e kushtetutës, sepse sa I përket interpretimit rregullorës, vendimi I seancës është ai I cili I interpreton në kuptimin fundor rregullor. Lidhur me bordin e paqes, mendoj që ndajmë të gjithë të njëjtin mendim në këtë tryezë, sikurse të njëjtin mendim me shumicën e shoqërisë shqiptare, që ky akt, të cilin kemi nderin ta miratojmë sot, si përfaqësues të popullit në Kuvendin e Shqipërisë, është vlerësim drejt për drejt në radhë parë për Shqipërinë tonë të përbashkët. Ftesa për t'ju bashkangjitur bordit paqes, duke u përfaqësuar nga kryeministri I Shqipërisë, zoti Edi Rama, së bashku me krerë të tjerë shtetesh ose qeverisë, sepse në statutin apo në kartën e bordit paqes në pikën 2.22a përcaktohet përfaqësimi o nga kryetari I qeverisë o nga kryetari I shteteve. Kryetari I këtij bordi, presidenti Trump, është personi I cili ka përzgjedhur se kush do të jetë përfaqësuesi për secileve vendeve. Në rastin e Shqipërisë është përzgjedhur Edi Rama. Në raste të vendeve tjera kam dëgjuar këtu deputet apo përfaqësues të opozitës që kanë cituar, për shembull në rastin e Argjentinës është zgjedhur presidenti, në rastin e Kosovës është zgjedhur presidenti, në raste të tjera është zgjedhur kryeministri. Në makro besoj që
ndajmë gjithë vlerësimin se Shqipëria po ngjitet një nivel tjetër vendimarrje globale, ku diskutohen politikat e paqes, por dhe garantimi përmes këtij angazhimi i sigurisë. Është, sikurse e thash në seancë, e nënvizoi disa herë ministri Aspiropali, një moment i paprecedent, pozitiv, sepse është fakt se Shqipëria shihet si një aktor i cili kontribon për zgjidhje globale, jo thjesht si pjesë periferike e tyre. Kujtoj këtu angazhimin tejet pozitiv të Shqipërisë në 2 vite në Këshillin e Sigurimit. Kujtoj këtu presidencën e Shqipërisë në OSBE dhe po ashtu faktin që shpeshherë kemi parë Tiranën si kryeqytetin europian të Ballkanit. E prandaj ky leadership i kryeministrit dhe i Shqipërisë tani më nuk ftohet më si dikur si një vëzhguese periferike, por si një bashkarkitekte në themelimin e një mekanizmi të ri ndërkombëtar për paqen, për të cilin edhe më skeptiku në këtë sallë apo në atë sallë e di fare mirë që do të ketë një impakt pozitiv, po t'i referohemi se ka mjaftuar vetëm një vit nga ana e presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë për t'i dhënë fund një numri të konsiderueshëm konfliktesh globale dhe kam mjaftuar vetëm një vit në Shtëpinë e Bardhë për të iniciuar një sër negociatash për paqe, sikurse unë besoj e shpresoj që do të jetë ky mekanizëm i cili t'i hap rrugë një paqe jetë gjatë si asnjëherë në histori situatës në lindjen e mesme, duke referuar në mënyrë të veçantë vlerësoj këtu progresit në Gaza dhe po ashtu të vlerësojmë se ky është një prej atyre rasteve për ata që janë marrë sadopak me eksperiencën e tyre me diplomaci, të kuptojmë se vendet nuk përcaktohen më nga pesha e tyre demografike, gjeografike, por nga besueshmëria dhe nga vendosmëria për të kontribuar. Sa i përket një dimensioni tjetër, atë të marrëdhënieve bilaterale dhe partneritetit strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, bijem gjithë dakord që Shtetet Bashkuara të Amerikës mbeten partneri ynë më i rëndësishëm strategjik, pas rivendosjes marrëdhënieve diplomatike në fillim të viteve 90, por mos harrojmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një arsye e qëndësishme e ekzistencës tonë si kombë dhe si shtet. Duke cituar këtu dhe do doja që të ishte pjesë e relacionit të Komisionit Politikës Jashtme, kontributin e Shtetet Bashkuara të Amerikës që nga presidenti Wilson e me radhë. Shqipëria vlerësohet si aleate qëndrueshme dhe besueshme që ndan të njëjtat vlera mbi paqen, sigurinë dhe rendin ndërkombëtar. Dhe ky partneritet mbetet shtylla kryesore e politikës sonë të jashtme në këto 35 vite. Dhe prandaj, duke e mbyllur këtu dhe me këtë nënvizim, do të ftoja kolegët e opozitës dhe flas këtu për kolegë me eksperiencë në detyra të rëndësishme shtetërore përfshirë ministrat jashtëm që kanë përballë, që të tejkalojmë aspektet e natyrës politikës ditës, por të hedhim syt në historinë 10 vjeçare, tani më 35 vite, dhe të hedhim syt dhe përpara se sot jemi ne në qeveri që e miratojmë këtë kartë të bordit paqes dhe duhet ta shohim si arritjet përbashkët, jo si një arritje e njërës palë, e Partisë Socialiste apo e kryeministrit Edi Rama. Kështu që ju ftoj ta votojmë pro marrëveshjen dhe ndërkohë që për diçka të fundit, ja kam thënë ministres Spiropali në këto ditë diskutimesh intensive, unë mendoj që do vi një moment që edhe ky bord, apo kjo kartë, apo kjo organizatë e re ndërkombëtare,
ndoshta do të vijë moment që do të ketë një hap tjetër për të diskutuar pse jo dhe bashkëshoqërimin, siç janë gjitha organizatat, edhe me një dimension parlamentar të saj, sepse eksperiencat janë të, por sigurisht koha do të kërkohet kohë. Kështu që e mbyll zoti kryetar, nderuar antar, me kërkesën për t'ja kaluar seancës për miratim në unanimitet të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka paraqitur disa amendamente dhe nga ky grup zoti Tetan Sheu do t'i paraqes. Jo, nuk do të paraqes vetëm për amendamente, por do të flas në përgjithësi në fillim. Këtë material i cili ka ardhur. Të drejtën nuk do të diskutoj në lidhje me atë çështjen e seancës jashtëzakonshme apo jo. Unë mendoj se u ezoruar në seancë plenare dhe ne dham opinionin ton juridik pse ka një shkelje të rëndë të kushtetutës dhe të rregullores të parlamentit me organizimin në këtë mënyrë të një seance të jashtëzakonshme të parlamentit. Megjithatë, kjo është një çështje që tashmë e mbyll, ne jemi si komision i jashtëm i parlamentit për diskutuar në lidhje me materialin që kemi përpara nesh. Së pari do të them të gjë që Partia Demokratike konsideron thelbësore mbështetjen e pa limit të iniciativave për sigurinë globale që ndërmarrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në hapësirën sot botërore. Këtë kemi thënë në mënyrë të qartë, këtë kemi ndjekur me aksionet tona, me qëndrimet tona, qoftë kur Partia Demokratike ka qenë në qeveri, që nga viti 92, qoftë kur ka qenë në opozitë. Ne ndjekim ngushtësisht politikat amerikane në çështjet e sigurisë globale. Kjo është e padiskutueshme. Dhe bile për këtë çështje, ne kemi bërë debate me ju zotërinj të majorancës, kur ju keni devijuar nga ky parim, nga kjo linjë e cila duhet të jetë një linjë e përgjithshme për ne, një linjë e pakthyeshme për ne, për Shqipërinë, sepse realisht në këtë mënyrë ne mbrojmë në radhë të parë jo vetëm interesat për paqen dhe stabilitetin e gjerë, por mbrojmë interesat tona kombëtare dhe të Shqipërisë si vend. Dhe për të gjë nuk kemi as edhe një lëkundje. Kemi qenë ne të parët që kemi përshëndetur planin Trump për paqen në Gaza, qartësisht, kur kjo majorancë ka heshtur. Dhe akoma nuk ka një pronësim të kryeministës, kam dëgjuar akoma, që të ketë mbështetur planin direkt ai, planin e presidentit Trump për paqen në Gaza. Ky është fakt. Pra, kjo është e vërteta. Ne kemi qenë ata që kemi goditur dhe kemi kritikuar, kemi kundërshtuar projektet ndesh me interesat amerikane dhe perëndimore në rajon, siç është Ballkani i hapur. Që ishte një projekt krejtësisht pro-rus i drejtuar nga Vučići. Ne kemi qenë ata që kemi kundërshtuar që në fillim idenë e shkëmbimit të territoreve Kosovë-Serbi, të cilën realisht edhe materiali i fundit i Kongresit Amerikan për sigurinë kombëtare amerikane nuk e pranon. Pra ne jemi ata që kemi qenë tillë. Ne jemi ata që kemi futur Shqipërinë në NATO. Dhe kemi lidhur ngushtësisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse jam i detyruar të them këto gjëra? Jam i detyruar të them këto gjëra se ju po e përdorni këtë material për të bërë elozhe kryeministrit, për të bërë elozhe dhe për të hiperbolizuar këto element sikur lidhen me qëndrimin e qeverisë së suaj kur shkret e kundërta. Ne jemi që kemi penguar degradimin drejt politikave anti-perëndimore dhe anti-amerikane në vend. Ne jemi sinqert. Dhe kjo ftesë që vjen, që ne konsiderojmë tepër të rëndësishme, sepse kemi mbështetur që në fillim që në zanafillet e tij planin Trump për paqen në Gaza, është një ftesë që vjen për rrugën e Shqipërisë që nga viti 92. Është një ftesë që vjen për rrugën pro-amerikane dhe pro-perëndimore Shqipërisë që nga viti 92. Vjen kjo ftesë.
Dhe është një ftesë që duhet miratuar. Asnjëri se mohon të gjë. Pavarësisht objeksioneve që mund të jenë. Pavarësisht probleme reale që janë. Nëse ju jeni ata që keni rrezikuar këtë ftesë. Jeni ju që keni rrezikuar. Kjo ftesë nuk i vjen vetëm në Shqipëri, do të kuptojmë qartë. Kjo ftesë është përndarë në numër shumicën e vendet botës sot. Sa vende? Nuk e di, janë thuajse 70, 80. Po nuk është shumica 70. Po mirë. Dhe pra nuk është e qartë se akoma nuk është padur lista e vendeve. Ju ka lënë lulin. Megjithatë nuk ka rëndësi kjo gjë. Ne i qëndrojmë kësaj. Absolutisht. Dhe i konsiderojmë të rëndësishme pjesëmarrje sepse në këtë mënyrë jemi në linjën tonë që kemi pas për të ndjekur hapasapi politikat amerikane në nivelin e sigurisë globale. Pa asnjë ndryshim. Por ama nuk mund të themi atë që është e vërteta. Që sot Shqipëria është në nivelin më të largët me nivelin demokracisë që kërkojnë vendet perëndimore. Sot Shqipëria është mbërthyer në krimi, korrupsioni, trafiqet, për cilat Kongresi Amerikan para pak ditësh miratoi një ligj të veçantë për Ballkanin Perëndimor. Pse? Sepse janë pikërisht ato element në ligjin për sigurinë kombëtare të Bashkuara të Amerikës. Pra, janë këto element të këtij keqeverisje të kësaj periudhe që kanë devijuar krejtësisht dhe kanë çuar në rrezikimin e qenies së Shqipërisë pranë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo ftesë duhet respektuar. Dhe pikërisht për të respektuar të ftesë dhe për të nxjerrë ato elementë që duhen evidentuar, ne kemi paraqitur 3 amendamente në lidhje me këtë material. Ne kemi paraqitur 3 amendamente në lidhje me këtë material. Por duke i qëndruar gjithmonë asaj që ne duhet të marrim pjesë. Që ne duhet të ndjekim hapasapi politikën amerikane në sigurinë globale. E pa diskutueshme kjo gjë. Pavarësisht nga problemet e mëdha që janë sot këtu, nga korrupsioni masiv që është sot këtu që bën ndesh me pikërisht me këtë ide, me këtë stabilitet botëror, nga krimi, nga trafiqet, nga tendenca për të dominuar dhe për të vënë, për të eliminuar ato element që kërkojnë të godasin faktorët më negativ në vendin tonë. Por megjithatë ne qëndrojmë ditë miratimi. Pavarësisht padyshim duke propozuar 3 amendamente shtesë, 3 amendamente në ndryshime, duke filluar nga ndryshimi i titullit. Padyshim, shikohen, duke filluar nga ndryshimi i titullit të këtij dokumenti, i cili ka një qëllim që bëhet pikërisht për të krijuar atë që ky dokument është të shkojnë në të vërtetën e tij, që drejtori Shqipërisë, jo individit. Dhe së fundi, fuqishmëria e presidentit, unë nuk e pash këtë fundi. Është një dokument shumë i rëndësishëm që duhet ishte në dosjen e çdo deputeti. Unë nuk e pash ku është gjikundi këtë dokument. Pra, ju lutem administratës, nëse kemi marrë, normalisht duhet na do shpërndahet. Nuk i bën Ministria e Jashtme ato gabime ato. Normalisht jeni të sigurt që është ndjekur e gjithë procedura nga unë nuk kam më të Zëja Ministre, as e vën dyshim, as e vën dyshim. Por ama them që është detyra e organizimit të mbledhjes që të vëri një dosje të plotë para çdo antarit të Komisionit Jashtëm me elemente të rëndësishme të kësaj projekti. Padyshim. Dhe po këto gjëra duhet të ishin më këtu përpara në tavolinat tona. Nuk e keni këtu është që problemi i organizimit. Kuvendi i Shqipërisë është duke vënë në dispozicion sepse është një dokument i mbrojtur. Që ku lidhet mbledhja, gjithsesi deputet duhet të ketë përpara dosjen e tij. Bëje kopje shpërndaro. Kaq kisha. Faleminderit. Pastaj kam në lidhje me amendamentet, do vi ku do të diskutojmë për amendamentet, që do të diskutojmë për shtimin e tyre. Meqense jemi ke pjesa e prezantimit, relatori prezantoi,
prezantoj dhe me amendamentet dhe vazhdojmë me. Mundem vetëm Tani un kam pyetje. Lutem, se po e bëjmë, ti prezantoj amendamentet, një Po minutë. kalojmë te amendamentet, un kam Jo, s'po kalojmë nga Po amendamentet. tani po prezanton Ti amendamentet. prezantoj. Pastaj do vazhdojmë me pyetje. Se janë do ke titulli, vazhdojmë me është ke pyetje. titull, ka amendament ke titulli. Diskutojmë një herë propozime, se duhet. e pastaj do diskutojmë. Ka mundsi un kam pyetje. Bëni një pyetje me ministrin, Po nuk e kam hapur pyetjet. Unë jam ke prezantimi, relatori dhe amendamentet. Pastaj vazhdojmë me pyetjet. Lutem prezantoj amendamentet edhe vazhdojmë. Shiko, amendamentet normalisht për mua duhet të miratohen që duhet të Po bëj një prezantim që ta bëj një prezantim. Ja, nuk e kam problem fare ta bëj tash. Ju flisni, Ata, ju vendosni pra, rregull sipas. ne kërkojmë. Amendamentet janë në fund. Ne kërkojmë të ndryshoj titullin. Në këtë formë. Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes. Më duket se është titulli më dinjitos, më i qartë, më i plot, më gjithëpërfshirës që mund të ekzistojë. Duke evituar në këtë mënyrë dhe ekuivoket apo elemente të tjerë që lidhen me vendosjen me mos vendosjen e titullit. Ky është propozimi jon për titullin. Dhe është drejtën tonë ta miratojmë këtë gjë. Dhe kjo nuk dyshon as pak pjesëmarrjen apo jo në bord, përkundërzi. Kjo forcon pjesëmarrjen e Shqipërisë në tërësi në bord. Në një moment që Shqipëria është e ballafaquar, ekzekutivi ballafaquar, kryeministri ballafaquar, me ato probleme që tash pak përpara. Momentin e domosdoshme vënë e këtij amendamenti. Amendamenti 2. Ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes sipas tekstit që lidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Kjo është qartë, kjo është. Amendamenti 3. Në përputhje me nenin 2.2, shkronja A e Kartës së Bordit të Paqes, Republika e Shqipërisë do të përfaqësohet në Bordin e Paqes nga Presidenti i Republikës ose me autorizimin e tij nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë në përputhje me kompetencat që i njeh Kushtetuta dhe legjislacionin në fuqi për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Deri tash se kam parë këtë dokument. E ke aty më Kur ta lexoj. shoh, se E kam ke parë. ndosi, po ja ku e ke këtu poshtë, ja, hape çik. Ja, hape ja ku e ke, ja, hape. Ore duhet edhe të lexosh pra këtu. Nuk është autorizimi. Këtu është jo ta mbash poshtë. Kur na vinë materialet e shkruara me firmë do i shohim. Por prandaj duhet vënë ky amendament që të Po bëjë jo, detyrueshëm. e keni cituar gabimin. Pavarësisht nga kjo, ky amendament duhet bëjë që të bëjë në mënyrë të detyrueshme delegimin dhe përcaktimin e përfaqësimit. Dakor, do ta sqaroj. Dhe kjo është e detyrueshme për të bërë. Pavarësisht nga elementi tjetër. Duhet detyrimisht që Presidenti i Republikës të bëjë delegimin apo përcaktimin e përfaqësimit. Se përfaqësimit. do ta flasim më sa. Kjo është e detyrueshme që të bëhet. Dhe kjo është një akt formal. E Kjo sqaroj. është një akt formal, sepse dhe vetë marrëveshja dhe vetë Bordi i Paqes e thotë në atë Që si e që thot. mund të nxjerrë, mund të ketë përfaqësime thotë. Në një nen të Bordit të Paqes atje e thotë qartësisht që mund të ketë përfaqësime që mund të vinë, që mund të çohen. Emra të tjerë, pra jo kryeministri, jo presidenti, por emra të tjerë si nivel përfaqësimi thotë. Prandaj duhet përcaktuar nga Presidenti i Republikës kush do të jetë përfaqësimi në e ke letra e Presidentit Trump. E ke letra e Presidentit Trump. Përgjegjësia e shteteve anëtare, secili shtet antar do të përfaqësohet në Bordin e Paqes nga kryetari i shtetit ose qeveria. Jo, e ke letra e Presidentit Trump në paragrafin e parafundit. Të shkruar qartësisht që mund të dërgohet edhe një deleguar, apo jo? Pra, është atje. Pra, në këtë mënyrë, po përpara kërkohet, ne kërkojmë që të jepet qartësisht, të përcaktohet nga presidenti. Kush do të përfaqësojë Shqipërinë në radhë të parë? Presidenti apo kryeministri? Ore, ju e keni problem. Dhe ky është një akt kushtetues, pavarësisht emri. Ore, se keni marrë vesh pse më mbledhën sot ju. Pavarësisht emri. Duhet O ti ta mbyllet tash. të bëj dekretimin për këtë gjë. Mirë, mbyllet tash që të japë përgjigjës. Jo, një sekondë. Mund t'i përgjigjesh zonja ministra? Jo. Lutem. Një sekondë. Lutem zoti Balla. Votam. Jo, një sekondë. Tu jemi në diskutim në komision dhe ka pozicione të qarta për të gjë. Të flasim dhe të respektojmë Dakor. njëri tjetrin dhe procedurën. Tani. Mund të vijojmë me përgjigjet apo do t'i mbledhim? Ti mbledhim të flasim. Me që më tha. Atë
Punojnë, po. Ti nga mbrapa. Aty. Do mundohemi. Atëherë, zënja ministre, tani kjo është një hipokriti shumë, se është një hipokriti. Nuk besoj se ka parti politike në Kuvendin e Shqipërisë apo deputet që do votoj kundër ngritjes së kësaj organizate ndërkombëtare iniciuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar. Jo për ndonjë frikë, por sepse e dimë gjithë. Amerika është demokracia më e madhe në botë. Dhe jo vetëm është demokracia më e madhe në botë, por është garantuesja e të gjitha demokracive të tjera në botë. Kështu që debati procedurial është pa kuptim. Kam dëgjuar aq shumë herë fjalën historike, sa ne harrojmë që po ndodh diçka vërtet historike për Shqipërinë. Kjo është një historike për botën, s'ka diskutim, e dini gjithë. Si nevojë servilosen më shumë. Por ndërkohë po ndodh një gjë historike në Shqipëri, për Shqipërinë, që intereson qytetarët shqiptarë. Gjykata kushtetuese sot duhet të vendosi nëse një zyrtar e lartë, zëvendës kryeministri, apo çdo ministër, nëse kapet duke vjedhur qytetarët shqiptarë, mund të pezullohet apo duhet të vazhdojmë ta mbajmë aty. Ky është vendimi historik për Shqipërinë. Sot vendoset fati i Shqipërisë, e ardhmja e Shqipërisë, sepse Shqipëria nuk ka një të ardhme nëse nuk ka drejtësi, nëse nuk japim fund pa ndëshkueshmërisë. Kjo është çështja më e rëndësishme që po ndodh sot. Është vendimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi në një moment historik. Ju bëni sikur nuk e shikoni. Shikoni nga ana tjetër. Doni të përdorni edhe këtë çështje. Doni ta përdorni për t'i shpëtuar drejtësisë. Shpresa juaj është t'i shpëtoni drejtësisë, po bëni gjithçka për t'i shpëtuar drejtësisë. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Për herë të parë drejtësia në 35 vjet nuk po pyet para asnjë. I ka marrë të gjithë, i kanë nxjerr para drejtësisë. E ka filluar nga opozita, liderët e partive politike opozitare. I ka marrë, i ka nxjerr para drejtësisë, pa pyetur para asnjë. Kryeministra, dikush është i pandehur, dikush tjetër është në burg me akuza për korrupsion. Dhe tani ka filluar dhe me majorancën. Nuk ka pyetur as aty para asnjë. Ka marrë kryetarin e Bashkisë Tiranës, e ka futur në burg, e keni në burg sot. Tash kemi këtë marrëveshjen. Ke gjë për këtë marrëveshje? Sepse, po kjo është, unë do flas. Da thuash një gjë për këtë marrëveshje? Po jo, se ka një a ke gjë për marrëveshjen? Mos e shqetëso ta. Jo, po s'po thua gjë për marrëveshjen, mos më lën se shqetësohem unë se s'kam doj unë të shi mitingun tënd tu. Je zotëri për marrëveshjen, si e për marrëveshjen? To si e për marrëveshjen? E pro. Atëherë. A kaq. Ke amendamente? Kjo marrëveshje, po pra thuaj pra, po më thuaj, jam relatori i ligjit. Jam relatori i ligjit. Dua të mbaj shnim se do bëj raportin. Po, ai e pro o kundra? Ai e pro o kundra? Po mbaroja tash. Asnjë diskutim taulan. Sa do shqetësohesh ti masa ditësh po. Do 35 vjet nuk i zinte gjumi shqiptar. Se s'dini se si t'ja bënin, si të kalonin muaj. Sot nuk të zë gjumi ty taulan. Jo, ty s'të zë gjumi se u vjet, i ke vjedhur të dhënat Partisë Demokratike. Ja do flasi Tritani. Keni hakeruar emailët e prokurorëve taulan. Keni hakeruar emailët e prokurorëve. Patjetër tash. 400 herë. O zotri, ke gjë për marrëveshjen me emailin e Dumanit. 400 herë. Keni marrë dosjen e Jombeliaj, e Ahmetaj. Ati e Gjiknurit. O, Tritani, erdhi kjo e. Jeni të dëshpëruar. Erdhi kjo e presidentit. Ministre se duhet dalte pyetja. Që kam të pyetje. Tani, kjo është, e kuptoj shqetësimin. Jeni shumë të shqetësuar. Jeni jashtëzakonisht shumë të shqetësuar. E kuptoj. Po përdorni gjithçka. Siç thash, hakerimin, po përdorni gjykatën kushtetuese sot, po përdorni mediat, po përdorni analistët, gazetarët, arritët deri aty sa nxorët gazetarë dhe analistë të lexonin letrën që erdhi kryeministri duke thënë në mënyrë qesharake, të lexuar Trumpi i drejtohet Ramës me i nderuar Rama. Po se kështu funksionojnë letra. O zotri, do të rrua psiqik quhet. Pyetja ime është kjo.
pyetja ime është kjo. Po përdoret ftesa që ka ardhur Shqipërisë për të bërë pjesë e një organizate ndërkombëtare për të shpëtuar drejtësisë. Gjithë kjo shpejtësia, për të cilën gjithë jemi dakord, nuk ka asnjë urgjencë. Ne jemi, po do mbaroj pastaj në serio. Se po flasim edhe publikut, e njerëzit duan të dinë se po ndodh. Prandaj kemi ardhur. Jo me komenta. Dikush duhet ta thotë. Dikush duhet ta thotë. Duhet të flasi për këtë hipokrizi. O burra. Po e bëni gjithë këtë servilizëm. Për një gjë për cilën jeni gjithë dakord, jemi të gjithë dakord. Po për shumë nuk ka votoje. njeri në Shqipëri që është kundër këtij. Po e pra këtë pyetje tani, po e pyetja. Ky servilizëm, ky banalitet që po përdorni tani, po e bëni për të shpëtuar drejtësisë, zonja ministre? Jo është. Faleminderit për pyetjen. Spari duhet falenderoj. Iku deri në Kin, pastaj Mariana, kaloja pak ministrës, lutem. Shtyn mes. Liktu. Do mundohem të përgjigjem shkurt edhe në respekt të kohës tuaj, por edhe të seancës plenare që është parashikuar për në orën 12 dhe do ta nis me falenderimin për gatishmërinë e shprehur këtu nga deputetët e opozitës për të votuar për ratifikimin e Kartës Paqes. Kjo është e rëndësishme, për këtë kemi ardhur sot në Kuvendin e Shqipërisë pa asnjë pretendim tjetër, as për të përdorur një moment të rëndësishëm që nuk është momenti veçuar, por është kulmimi i politikës tonë të jashtme, i raportit që Shqipëria ka krijuar me partnerët tanë, siç edhe Bashkuarat e Amerikës, ashtu dhe partnerët evropian, po edhe të tjerë, mbi besueshmërinë që Shqipëria ka fituar në arenën ndërkombëtare, po nuk është ky as rasti i vetëm ku kjo është dëshmuar dhe nuk është ky as rasti as për të mburur, as për të egzageruar, as për të veçuar, përveçse për të theksuar rëndësinë që ka në një moment të tillë ku bota po përballet me sfida jo të vogla dhe ku Shqipëria duhet të orientohet drejt. Dhe sigurisht kryeministri Rama, kjo qeveri dhe Shqipëria është orientuar drejt në këto vite dhe për këtë dëshmon edhe fakti që Shqipëria nuk është sot më, pavarësisht madhësisë së saj apo numrit popullsisë, një vend në periferi të periferisë të diskutimeve, po është sot në tryezë diskutimi jo vetëm për kartën e bordit të paqes, por edhe si vend kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe vend pararoj, po edhe në NATO e kudo tjetër ku Shqipëria ka dëshmuar se është një partner i besueshëm. Tani të kthehemi dhe disa nga çështjet që u ngritet dhe shumë shkurt do t'i referohet. Ju në fakt tentuat që përveç qasjes konstruktive për votën të bëni këtu edhe deklarata politike pa diskutim dhe unë kam të drejtën time t'i referohem atyre për të përgjigjur. Unë jam deputet. Jo, po unë duhet t'i referohem disa të pavërtetave. Jo, nuk kemi ardhur për këtë. Apo interpretimeve. Jo, dua të sqaroj pozicionin e qeverisë shqiptare. Imagjinoni për një çast, përfytyroni për një moment sikur Shqipëria të mos ishte një nga vendet e ftuara, siç përmendi zoti Shehu, që keni rrezikuar që mos të jeni. Pra, sikur të ishte, sikur. Jo, nuk është sikur. Dhe sikur mos të ishte, po këtu do mblidheshim në komisionin për politikën e jashtme dhe do diskutonin se pse Shqipëria nuk është ftuar, se si Shqipëria është një narkoshtet i cili nuk merr ftesë, si Shqipëria nuk është në tryezën e kësaj vendimarrje apo diskutimeve të rëndësishme të tjera. Ndërkohë fakti është që Shqipëria është ftuar me një nder të posaçëm si vend themelues i kartës së bordit të paqes dhe kjo pranohet nga të gjithë. Tani, për te kësaj, u përmend këtu që Shqipëria nuk ka përshëndetur marrëveshjen e presidentit Trump për gazën edhe për planin e paqes. Tani më vjen keq t'ua them dhe këtu do ta lëm më njan modestin që vizita zyrtare e ministres së jashtme në 24-25 tetor në Izrael dhe në zonat ku ka ndodhur masakrat nga Hamasi në Izrael dhe vizita me ministrin e jashtëm, me kryetarin e kuvendit e me autoritetet tjera të larta aty, vetëm një javë
pasi presidenti Trump, ndjes, po unë kë përfaqësoj aty, apo unë përfaqësoj Honolulu. E përshëndetëm të gjithë Unë kryeministrat. përfaqësoj Republikën e Shqipërisë. Mos më ndërprisni, ju lutem. Jo, po dua të them. Jo, nuk po komentoj fjalë tuaj, po e them për publikun. Po jo, nuk kam pse. Tani mundet me po të përgjigjem me shumë respekt tani. Po jo, po nuk e kam për ju, e kam për publikun kur thuan pa vërteta. Mund ta mbaroj fjalën? Pra, një javë pasi presidenti Trump kishte shpallur planin e tij të paqes me 20 pika dhe mbajti fjalimin e tij në Knesset, në parlamentin e Izraelit, ishte vizita e parë e një ministri të jashtëm dhe nuk e marr këtë si nominale as si nder personal, po në emër të Republikës së Shqipërisë, vizita zyrtare në Izrael për çështjen e Izraelit. Kështu që Shqipëria ka patur një rol parësor dhe në këtë. Dhe është shprehur. Dhe për më tepër. Dhe për më tepër. Jo, po të vërtetat s'do t'i dëgjoj njeri. Të vërtetat s'do t'i dëgjoj njeri. Pra, me një ndër të tani këtu nuk jemi as në kafene lagje, as në një kafene që ku diskutohet paraqende për gjithçka. Këtu duhet flasim me çështjet. Dhe fakti është që kemi çik respekt për jam taulan që duhen 100.000 euro dhe i para qytetarëve. Dhe u para qytetarëve taulan. Unë nuk besoj se qytetarët shqiptarë duan të dëgjojnë këtë lloj debati. Okej, kalojmë në votim. Unë 300.000 lekë taulan. Ska pas të dhëna të bëja. Bashkë votim. 300.000 lekë për të dhënë të vërtetën taulan. Tani, jo, të lutem, edhe një përgjigje të Zoti Balla mundet nuk e kam për ju, e kam për pra, jo, ju lutem, kam nevojë të kthej përgjigje për disa çështje që ngritën dhe mu referuan personalisht. Tani, të lutem. O Zoti Balla mundet të mbaroj unë. Kryetar, mundet ty kthej përgjigje e deputetëve që mu referuan personalisht dhe me gisht. Tani, dua të them këtë, që përveç sukseseve në politikën ndërkombëtare të kryeministrit Rama, të kësaj qeverie dhe të Shqipërisë, se ne nuk shkojmë aty dhe të përfaqësojmë flamurin e Partisë Socialiste, po ne në çdo tryezë kudo jemi kemi flamurin shqiptar dhe përfaqësojmë të gjithë qytetarët shqiptar dhe kur fjen fjala për interesin kombëtar, nuk besoj se duhet të ketë zëra të tjerë të cilët mundohen jo të thonë të vërtetën, po të përhapin tymnaj, pra duhet flasim me një zë kur vjen puna te interesi kombëtar, vjen dhe puna e politikës së brendshme, ku Shqipëria e ka dëshmuar me fakte, ku kjo qeveri e ka dëshmuar me fakte që e para në historinë e shtetit shqiptar ka bërë një reformë në drejtësi që ja ka shkëputur pushtetit politik, pushtetin e drejtësisë nga kthetrat e veta. Dhe pa ndërshkushmëria ka vdekur një herë e mirë në këtë vend dhe nuk e ngjallin dot as shfaqjet propagandistike këtu. Dhe janë institucionet ato që përgjigjen në kuvend, në gjykatën kushtetuese, në gjykata dhe kudo tjetër, ku nuk mundet dot që propaganda t'i mbivendoset të vërtetës. Nuk mundet që fjalët t'i mbivendosen proceseve të drejtësisë në këtë vend. Dhe edhe për këtë arsye Shqipëria do jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Faleminderit për praninë. Le të fillojmë procesin e votimit. Le të votojmë në Paris projekt ligjin. Lore tani Taulant, lutem ta bëj këtë gjë. Ose vazhdojmë. Taulanti. Jam Taulanti. Votojmë në Paris projekt ligjin. Ju lutem kush është dakord në Paris me projekt ligjin. Kuptoj që kemi Jezu, sus.
Nuk të numërohet. Po jo se një 13 vota pro, kundër, abstenim, miratohet Zonja ministre, nuk i shpëtoni dot drejtësisë, se keni të kotë. Nuk i shpëtoni dot drejtësisë, e keni të kotë. Pse s'jeni në Davos, zonja ministre? Pse s'ka asnjë përfaqësues qeverisë shqiptare? Pse nuk ka asnjë përfaqësues? Amendamentin e Zonja ministre, pse nuk jeni? Pak shqetësi lutem. Do fus në votim amendamentin e parë që ka ardhur nga grupi i Partisë Demokratike, që titulli të riformulohet për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes. Kush është pro? 3 vota pro, kundër 8, abstenim asnjë, amendamenti vije. Vazhdojmë me votimin nën për nën. Ka një kërkesë për amendament të nenit një të ndryshohet. Kërkesa e parë është që neni një të ndryshohet si vijon. Ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes sipas tekstit që i bashkitet të ligjit dhe është pjesë përbërëse e tij. Kush është pro? Është krejtësisht teknik dhe është i domosdoshëm. Kush është pro? Kush është pro? 3 vota pro, kush është kundër? 8 kundër, abstenim asnjë. Amendamenti tjetër, pas Këtë amendament kam drejtuar ta paraqes tash. Se kam unë amendament. Pas Ky amendament, ky amendament, megjithëse ka ardhur dokumenti nga presidenti, dhe ardhja e dokumentit nga presidenti tregon që ky amendament është i nevojshëm teknikisht, juridikisht. Që ta kërkoj këtë dokument që ka ardhur tash. Pra, e lexova. Pra kërkon ky amendament të kërkon. Pra nuk ka asgjë të keqe, përkundër është thjesht një konfirmim i ligjit dhe i detyrimeve kushtetuese që ky amendament të shtohet. Si të doni, ndarsh miratoni, ndarsh mos e miratoni. Kaq ka. Pra, pas nenit 1 shtohet nenit 2 me këtë përmbajtje, në përputhje me nenin 2.2 shkronjaja e Kartës Bordit të Paqes, Republika e Shqipërisë do të përfaqësohet në Bordin e Paqes nga Presidenti i Republikës ose me autorizim të nga Kryeministri i Republikës së Shqipërisë në përputhje me kompetencat që i njeh kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë. Mendoj që autorizimi është i qartë, dokumenti është i qartë. Kush është pro? 3 vota pro, kundër 8, abstenim nuk ka. Atëherë unë po fus në votim nenin 1 sipas propozimit të Shtetit Ministrave. Kush është pro? 8 vota pro, kundër 3, abstenim asnjë. Neni 2 pro, kundër, abstenim, të dy nenet miratohen. Votojmë në tërësi projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në Kartën e Bordit të Paqes. Kush është pro? 8 vota pro, më falni, 9, 10, 11 vota, 12 vota pro, kundër, abstenim, projektligji miratohet. Ju faleminderit, vazhdojmë seancën penale. Jetë të zhurëm, shumë zhurëm për asgjë, ha? A veç këtimin e të Sa herë vinë në komision, bëhet e njëjtin ton, me të njëjtat stil.